Në qiell bubullon, një thirrje dëgjohet, flamuri I vitës, mbi neve allavitet. Këmbët që trokasin, tokat hundet poshtë, forca hyjnore, asgjë s'na ndalon dorë. Ecim marshojmë, për mbretin e lavdisë, shpejt në raskelim, Perëndim I shtëpi. Ecim marshojmë, me zemër që s'lodhet, mbretëria vjen, toka tridhet, drejtohet. Në fushën e natës, një dritë hapet qelë, zërat e qiellit këndojnë pa ndërprer. Gjunjët përkullen përpara thronit të Tij, largi jepet mbretit të përjetësisë. Pas hapi, nuk ka kthim prapa, dita na prind, zemrat zjarr kanë brenda. Ecim marshojmë, për mbretin e lavdisë, Almeida Minister dhe Motor, mbroma Zotit të bekoft, paqja dhe gëzimi I Zotit me ty, në shtëpinë tënde, drita e Krishtit t'ju ndriçoj, bujar harike o selli Minister dhe Zoti ju bekoft, shpata e drejtësisë, paqja dhe gëzimi I Zotit me ju. shpresa e shënimit në duart e angjëjve, këmbana tin, qielli hapet lart, mbretëria zbret. Toka bëhet. Ecim marshojmë, për mbretin e lavdisë. Selli Minister dhe Zotit të bekoft, paqja dhe gëzimi I Zotit me ju. Ecim marshojmë, me zemër që s'lodhet, mbretëria vjen, toka tridhet, drejtohet. Haleluja, haleluja, lavdi Zotit, që toka ndriçohet nga prezenca e Zotit. Të dashur motra dhe vëllezër, paqja e Zotit qoftë me gjithë secilin prej jush. Ju përshëndesim me dashuri në këtë kohë të veçantë të leximit dhe të meditimit të fjalës së Perëndis. Jemi mirënjohës për secilin prej jush, jemi tani së bashku live dhe për ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Sot do ndalemi për të lexuar te libri I Eksodit kapitullit 7 dhe 8, ku do shohim fuqinë e Perëndisë që çliron dhe thërret në bindje popullin e Izraelit dhe do shikojmë dhe në dhjetën e re ungjillin sipas Mateut kapitullin 17 ku Jezusi zbulohet në lavdi dhe na thërret të dëgjojmë ato. Pra le të qetësojmë zemrat tona dhe të fillojmë këtë kohë në praninë e Zotit. O Atë Qiellor, faleminderit për hirin dhe paqen tënde që na ke dhënë sot. Ne vim përpara teje me zemra të përulura, duke kërkuar që fryma jote e shenjtë të na udhëheqë në çdo fjalë që do të lexojmë. Ashtu siç u shfaqe me fuqinë tënde në Egjipt dhe lavdinë tënde në malin e shpërfytyrimit, zbuloj veten tënde edhe në jetët tona sot. Na jep zemra të buta për të bindur, sy për të parë veprat e tua dhe vesh për të dëgjuar birin tënd. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Amen. Haleluja. Pravim së bashku Bibla tek Eksodi 7. Perëndia do të kryej shenja dhe mrekulli dhe do të sjellë ndëshkime të mëdha mbi Egjiptin. Mirëser dhe Violeta, mirëser dhe Olca, Zoti ju bekoft, paqja dhe gëzimi I Zotit me ju, në familjet tuaja, në shtëpitë tuaja. Pra, jemi duke lexuar së bashku nga fjala e Perëndis nga Bibla, jemi në Eksodin kapitulli 7, fillojmë tani së bashku. Zoti I tha Mojsiut, shiko, unë po
po të bëj si perëndi për faraonin dhe vllai yt Aroni do të jetë profeti yt. Ti do t'i thuash tërë ato që do të urdhëroj unë dhe vllai yt Aroni do t'i flas faraonit që t'i lërë të shkojnë bijtë e Izraelit nga vendi i tij. Por unë do ta ngurdhësoj edhe më tepër zemrën e faraonit dhe do t'i shumësoj shenjat dhe mrekullitë e mia në vendin e Egjiptit. Prandaj faraoni nuk do t'ua vër veshin dhe kështu unë do ta zgjas dorën mbi Egjipt dhe do të nxjerr nga vendi i Egjiptit nga radhat e mia popullin tim bijtë e Izraelit duke dhënë dëshkime të mëdha. Egjiptas do të marrin vesh atëherë që unë jam Zoti, kur të shtri dorën time mbi Egjiptin dhe do të nxjerr nga mesi tyre bijtë e Izraelit. Dhe Mojsiu dhe Aroni vepruan kështu. Ata bën pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti. Kur i folën faraonit, Mojsiu ishte 80 vjeç dhe Aroni 83. Zoti i foli Mojsiut dhe Aronit duke thënë: Kur faraonit ju flas dhe t'ju thotë bëni një mrekulli, do t'i thuash Aronit merr bastonin tënd dhe hidhe mbi faraonin që të bëhet gjarpër. Mojsiu dhe Aroni vajtën pranë faraonit dhe vepruan ashtu pikërisht siç kishte urdhëruar Zoti. Aroni hodhi bastonin e tij përpara faraonit dhe shërbësve të tij dhe ai u bë gjarpër. Atëherë edhe faraoni thirrri të diturit dhe ushtësit dhe magjistarët e Egjiptit me artin e tyre të fshehtë, bën edhe ata të njëjtën gjë. Secili prej tyre hodhi bastonin e tij dhe bastonët u bën gjarprinj, por bastoni i Aronit i përpiu bastonët e tyre. Por zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk i dëgjoi ata ashtu siç kishte thënë Zoti. Zoti i tha Mojsiut: Zemra e faraonit është ngulmuese, ai nuk pranon të lërë popullin e tij të shkojë. Shko te faraoni nesër në mëngjes, kur ai ka për të dalë për të vajtur drejt ujit, ti do të qëndrosh të presësh në breg të lumit dhe do të marrësh në dorë bastonin që është shndërruar në gjarpër. Dhe do t'i thuash: Zoti Perëndia i brenjve më ka dërguar te ti që të them: lëre popullin tim të shkojë që të më shërbejë në shkretë e tjerë, por ja, deri tani nuk e dëgjuar. Kështu thot Zoti: nga kjo do të kuptosh që unë jam Zoti. Ja, me bastonin që kam në dorë, unë do të ra ujrat që janë në lumë dhe ato do të shndërrohen në gjarpër. Dhe peshqit që janë në lumë do të ngordhin, lumi do të mbajë erë të keqe dhe egjiptasve do të vinë dot të pinë ujin e lumit. Dhe Zoti i tha Mojsiut: thuaj Aronit merre bastonin tënd dhe shtrije dorën mbi ujrat e Egjiptit, mbi lumenjtë e tij, mbi kanalet e tij, mbi pellgjit e tij dhe mbi të gjitha depot e ujit, kështu ato do të bëhen gjak dhe do të ketë gjak në të gjithë vendin e Egjiptit, si në enët prej druri, ashtu dhe në enët prej guri. Mojsiu dhe Aroni vepruan ashtu pikërisht siç i kishte urdhëruar Zoti, kështu ai ngriti bastonin dhe rau ujrat që ndodheshin në lumë, para syve të faraonit dhe para syve të shërbëtorëve të tij, dhe të gjitha ujrat që ishin në lumë u shndërruan në gjak. Dhe peshqit që ishin në lumë ngordhën dhe lumi u qelp, kështu që egjiptasit nuk mund të pinin më ujin e lumit, kështu pati gjak në tërë vendin e Egjiptit. Por magjistarët e Egjiptit bën të njëjtën gjë me artet e tyre të fshehta dhe zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk dëgjoi ata, ashtu siç kishte thënë Zoti. Pas kësaj faraoni ktheu krahët dhe u drejtua nga shtëpia e tij dhe nuk i dha rëndësi as kësaj gjëje. Dhe tërë egjiptasit gërmuan në afërsitë të lumit për të kërkuar ujë të pishëm, sepse nuk mund të pinin ujin e lumit. Kaluan kështu 7 ditë që kur Zoti kishte rrahur lumin. Ky ishte kapitulli 7 i Eksodit. Tani të shohim pak bashkë, të bëjmë një studim dhe meditim të shkurtër. Nga kapitulli 7 i Eksodit, shohim vargun kyç, në kapitullin 7 është vargu 5. Egjiptasit do të dinë që unë jam Zoti kur të shtri dorën time mbi Egjipt. Për mbledhja, Perëndia dërgon Mojsiun dhe Aronin përpara faraonit me një mesazh të qartë: lëshoje popullin tim. Zoti i jep Mojsiut autoritet dhe shenja, por zemra e faraonit forcohet dhe refuzon të bindet. Plaga e parë bie mbi Egjipt. Uji i Nilit kthehet në gjak, duke treguar se Perëndia e Izraelit është mbi çdo fuqi tjetër. Ky kapitull shënon fillimin e përballjes mes pushtetit të Perëndisë dhe krenarisë njerëzore.
Katër mësimet që nxjerrim nga ky kapitull janë: së pari, Perëndia është Zoti i vërtet me çdo autoritet. As faraoni dhe as perëndit egjiptasin nuk mund ta ndalin dot vullnetin e tij, e Perëndisë së gjallë dhe të vërtet. Mësimi numër 2. Bindja sjell veprim hynor. Mojsiu dhe Aroni folën dhe vepruan sipas fjalës së Zotit. Mësimi numër 3. Zemra e forcuar e njeriut pengon bekimin. Refuzimi i faraonit sjell gjykim, jo liri. Mësimi numër 4. Qëllimi i Perëndisë është që njerëzit ta njohin atë, mrekullitë zbulojnë se kush është Zoti. Tani lutemi shkurt për këtë kapitull duke medituar së bashku dhe pastaj lexojmë kapitullin numër 8 të Eksodit. O Zoti i fuqishëm, faleminderit që ti je Zot mbi çdo pushtet dhe emër. Na jep zemra të buta për të dëgjuar zërin tënd, guxim për të folur të vërtetën dhe bindje për të ecur sipas vullnetit tënd. Mos lejo që zemrat tona të forcohen, por na udhëhiq drejt të lirisë që vjen nga bindja ndaj teje. Në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi dhe themi Amen. Tani hapim së bashku Biblat në kapitullin 8 të Eksodit. Plaga e dytë, bretkosat. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: shko te faraoni dhe thuaj, kështu thot Zoti, lëre popullit tim të shkojë me qëllim që të më shërbej. Por në qoftë se nuk e pranon, ta lësh të shkojë, ja unë do të godas gjithë vendin tënd me kamshikun e bretkosave. Kështu lumi do të mbushet me bretkosa dhe ato do të ngjiten dhe do të hyjnë në shtëpinë tënde, në dhomën ku ti fle, mbi shtratin tënd, në shtëpinë e shërbëtorëve të tu dhe midis popullit, në furrat e tua dhe në magjit e bukës. Dhe bretkosa do të vinë kundër te, kundër popullit tënd dhe kundër të shërbëtorëve të tu. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: i thuaj Aronit, shtrije dorën tënde me bastonin tënd mbi lumenjt, mbi kanalet dhe pelgjet dhe bëj që të ngjiten bretkosat mbi vendin e Egjiptit. Kështu Aroni shtroi dorën e tij mbi ujërat e Egjiptit dhe bretkosat u ngjitën dhe mbuluan vendin e Egjiptit. Por magjistarët bën të njëjtën gjë me artet e tyre të fshehta dhe i bën bretkosat të ngjiten në vendin e Egjiptit. Atëherë faraoni thirrë Mojsiun dhe Aronin dhe u tha: lutuni Zotit që t'i largoj bretkosat nga unë, nga populli im, dhe unë do t'a lejoj popullit të shkojë dhe të bëj fli për Zotin. Mojsiu i tha faraonit: bëm nderin të më thuash kur të dërhyj për ty, për shërbëtorët e tu dhe për popullin tënd, pranë Zotit me qëllim që ai të zhduk bretkosat që ndodhen rreth teje dhe shtëpive të tua dhe të mbeten vetëm në lumë. Ai u përgjigj nesër dhe Mojsiu tha: do të bëj siç thua ti, kështu që ti të dish se askush nuk është si Zoti Perëndia ynë. Dhe bretkosat do të largohen nga ti, nga shtëpitë e tua, nga shërbëtorët e tu, nga populli yt. Ato do të mbeten vetëm në lumë. Mojsiu dhe Aroni dolën nga faraoni dhe Mojsiu ju lut Zotit për bretkosat që kishte dërguar kundër faraonit. Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Mojsiut dhe bretkosat ngordhen në shtëpi dhe në obore dhe në ara. I mbulluan pastaj në togje dhe vendi filloi të mbajë një erë të keqe. Por kur faraoni pa që kishte pak lehtësim, e ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk dëgjoi më, ashtu siç kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: i thuaj Aronit, zgjate bastonin tënd dhe rrihe pluhurin e tokës, dhe ai do të bëhet mushkonja për tërë vendin e Egjiptit. Dhe ata kështu vepruan. Aroni shtriu dorën me bastonin e tij, rrahu pluhurin e tokës dhe njerëzit e kafshët u mbuluan nga mushkonja. Tërë pluhuri i tokës u shndërrua në mushkonja në të gjithë vendin e Egjiptit. Magjistarët u përpoqën të bënin të njëjtën gjë me anë të arteve të tyre të fshehta për të prodhuar mushkonja, por nuk ja dolën dot. Mushkonjat mbuluan pra njerëzit dhe kafshët. Atëherë magjistarët i thanë faraonit: ky është gishti i Perëndisë. Por zemra e faraonit u ngurtësua dhe ai nuk dëgjoi më, ashtu si kishte thënë Zoti. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: çau herët në mëngjes dhe paraqitu tek faraoni kur ai del për të vajtur drejt ujit dhe i thuaj: kështu thot Zoti, lëre popullin tim të më shërbej. Por në rast se ti nuk e lë popullin tim të shkojë, ja unë do dërgoj kundër teje mbi shërbëtorët e tu, mbi popullin tënd, e brenda shtëpive të tua mori mizash. Shtëpitë e egjiptasve do të jenë plot me mori mizash dhe kështu do të jetë toka mbi të cilën ndodhen.
Por atë ditë unë do ta veçoj vendin e Goshenit ku banon populli im dhe atje nuk do të ketë morim mizash që ti të dish që unë jam Zoti në mes të vendit. Unë do të bëj një dallim midis popullit tim dhe popullit tënd. Nesër ka për të ndodhur kjo mrekulli. Dhe Zoti ashtu veproi, erdhën grumbuj të dendur mizash në shtëpinë e faraonit, në shtëpinë e shërbëtorëve të tij dhe në të gjithë vendin e Egjiptit. Toka u shkretua nga moria e mizave. Atëherë faraoni thiri Mojsiun dhe Aronin dhe u tha: "Shkoni bëni fli për Perëndin tuaj në vend." Por Mojsiu përgjigj: "Kjo s'ka si bëhet, sepse po t'i bënim Zotit Perëndis ton fli, që janë të neveritshme për egjiptasit, ja duke bërë përpara syve tyre fli që janë të neveritshme për egjiptasit, a nuk do të na vrasin me gur? Do të shkojmë në shkret të tirë duke ecur 3 ditë me radhë dhe do të bëjmë fli për Zotin Perëndin ton, ashtu si do të na urdhëroj ai." Faraoni tha: "Unë do t'ju lë të shkoni që të bëni fli për Zotin Perëndin tuaj në shkret të tjerë, vetëm mos shkoni shumë larg, lutuni për mua." Mojsiu tha: "Ja, unë po dal nga ti dhe do t'i lutem Zotit dhe nesër moria e mizave do të largohet nga faraoni dhe shërbëtorët e tij dhe nga populli i tij. Mjafton që faraoni të mos tallet me ne, duke e penguar popullin të shkojë të bëj fli për Zotin." Mojsiu u largua pastaj nga prania e faraonit dhe ai u lut Zotit. Dhe Zoti veproi sipas fjalës së Mojsiut, largoi morinë e mizave nga faraoni, nga shërbëtorët e tij, nga populli i tij dhe nuk ngeli as edhe një miz. Por edhe këtë herë faraoni ngurtësoi zemrën e tij dhe nuk e la popullin të shkojë. Ky është kapitulli 8 i Eksodit. Tani të meditojmë së bashku rreth kapitullit 8 të Eksodit. Shohim vargun, ky është Eksodi 8, është vargu 10, që të dish se nuk ka asnjë si Zoti Perëndia ynë. Për mbledhja në Eksodin 8 vazhdojnë plagët mbi Egjipt. Bretkosat, morrat dhe mizat, faraoni fillon të kërkojë lehtësim nga Mojsiu. Por pendesa e tij është e përkohshme dhe e kushtëzuar. Perëndia bën dallim të qartë midis Egjiptit dhe Izraelit, duke treguar se populli i tij është në mbrojtjen e tij. Edhe magjistarët egjiptian pranojnë ky është gishti i Perëndisë. 4 mësimet e kapitullit 8 të Eksodit janë: së pari, nuk ka asnjë si Zoti. Fuqia e Perëndisë tejkalon çdo imitim njerëzor. Mësimi i dytë: pendesa e rreme nuk sjell ndryshim. Faraoni kërkon ndihmë, por jo bindje. Mësimi i tretë: Perëndia bën dallim midis popullit të tij dhe botës. Gosheni ruhet e Egjipti goditet. Mësimi i katërt: zemra që shtyhet sot forcohet nesër. Çdo vonesë e bindjes rrit fortësinë e zemrës. Kjo ishte zemra e faraonit, një zemër e ngurtë që nuk e nderonte Perëndin. Lutemi duke medituar rreth kapitullit 8 të Eksodit dhe pastaj fillojmë të lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitullin 17. Haleluja Zot, i shenjtë dhe i fuqishëm, faleminderit që je i pakrahasueshëm. Na ruaj nga një pendesë vetëm me fjalë dhe na jep zemra që binden dhe e bëjnë pa vonesë. Na ndihmo të jetojmë të ndarë për ty, duke reflektuar shenjtërinë tënde në çdo zgjedhje. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Tani hapim së bashku në dhjetën e re të libri Mateut, kapitulli 17. Shpërfytyrimi. Mbas 6 ditësh, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllain e tij, dhe i çoi mbi një mal të lartë në vetmi. Përshëndetje Lindita Ruçi, Zoti të bekoft natër.
Jemi duke lexuar nga Bibla së bashku. Tani jemi te Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 17. Në vargun 2, dhe u shpërfytyrua përpara tyre, fytyra e tij shkëlqeu si dielli dhe rrobat e tij u bën të bardha si drita. Dhe ja, ju shfaq atyre Mojsiu dhe Elia, të cilët bisedonin me të. Atëherë Pietri, duke marrë fjalën, i tha Jezusit: Zot, është mirë që ne jemi këtu, po të duash do të ngrem këtu 3 çadra, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Elian. Ndërsa ai fliste akoma, ja një re plot driti mbuloi dhe nga reja u dëgjua një zë që thoshte: Ky është biri im i dashur, dhe të jam i kënaqur, dëgjojeni. Dhe dishepujt sapo e dëgjuan këtë, ranë me fytyrë për tokë dhe i zuri një frikë e madhe. Por Jezusi u afrua i preku dhe tha: Çohuni dhe mos kini frikë. Dhe ata, kur i çuan syt, nuk pa njeri përveç Jezusit. Pastaj, kur po zbrisin nga mali, Jezusi u dha atyre këtë urdhër, duke thënë: Mos i flisni askujt për këtë vegim, derisa i biri njeriu të jetë ringjallur prej së vdekurit. Atëherë dishepujt e tij e pyetën duke thënë: Vallë, pse skribët thonë se duhet të vijë më parë Elia? Dhe Jezusi u përgjigj: Vërtet, Elia duhet të vijë më parë dhe të rivendosë çdo gjë. Por unë ju them se Elia ka ardhur dhe ata nuk e kanë njohur, madje u sollën me të si deshën, kështu edhe birit e njeriu do t'i duhet të vuajë prej tyre. Atëherë dishepujt e kuptuan që u kishte folur për gjon pakzorin. Kur arritën afër turmës, një burr ju afrua dhe, duke u gjinjëzuar përpara tij, tha: Ki mëshirë për birin tim, sepse është epileptik dhe këfuan shumë. Shpesh ai bie në zjarr dhe shpesh bie në ujë. Tani unë e solla te dishepujt e tu, por ata nuk mundën ta shërojnë. Dhe Jezusi duke përgjigjur i tha: U tha: O brez që nuk beson dhe i çoroditur, deri kur do të qëndroj midis jush, deri kur do të duroj? E sillni këtu tek unë. Atëherë Jezusi e qartoi demonin dhe ky doli nga djali, dhe që nga ai çast djali u shërua. Atëherë dishepujt u afruan Jezusit më njanë dhe i thanë: Pse ne nuk ishim në gjendje që ta dëbonim? Dhe Jezusi u tha atyre: Prej mosbesimit tuaj, sepse në të vërtetë unë po ju them, se po të keni besim sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali: Zhvendosu nga këtu atje, dhe ai do të zhvendoset dhe asgjë nuk do t'jetë e pamundshme për ju. Po ky lloj demoni nuk del vetë se me anë të lutjes dhe argjërimit, po ndërsa ata qëndronin në Galile, Jezusi u tha atyre: Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve, dhe ata do ta vrasin, por ditën e tretë ai do të ringjallet, dhe ata u pikëlluan shumë. Kur erdhën në Kapernaum, vjelësit e drihmave ju afruan Pietrit dhe thanë: Mësuesi juaj e paguan taksën e tempullit? Ai tha: Po. Kur hyri në shtëpi, Jezusi e priti përpara duke thënë: Ç'mendon ti, Simon? Prej kujt i marrin haracet ose taksat mbretërit e dheut? Prej bijve të vet apo prej tuhuajve? Pietri tha: Prej tuhuajve. Jezusi tha: Bijt pra përjashtohen. Megjithatë, për të mos i skandalizuar ata, shko në det, hidhe grepin dhe merr peshkun e parë që do të vijë lart, hapja gojën dhe do të gjesh një stater, merre dhe jepu atyre për ty dhe për mua. Ky ishte leximi i kapitullit të Mateut 17 të Ungjillit, dhe tani do meditojmë së bashku rreth këtij kapitulli. Do bëjmë dhe një lutje edhe mbyllim leximin për sot. Vargu kyç i kapitullit 17 të Ungjillit sipas Mateut është vargu 5. Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur. Dëgjojeni atë. Për mbledhja e kapitullit 17 të Mateut, Jezusi zbulohet në lavdinë e tij në malin e shpërfytyrimit. Dishepujt e shohin Jezin të shndërruar me Mojsiun dhe Elian pranë tij dhe dëgjojnë zërin e atit që konfirmon Jezusin si birin e tij. Kapitulli vazhdon me shërimin e një djali të pushtuar, kur Jezusi thekson rëndësinë e besimit të gjallë.
Ai u flet dishepujve për vdekjen dhe ringjalljen e tij dhe tregon për ulësi duke paguar taksën e tempullit. 4 mësimet e kapitullit të 17 të Ungjillit të Mateut janë: mësimi i parë, Jezusi është zbulesa e plot e Perëndisë. Zëri i Atit e konfirmon autoritetin e tij hyjnor. Mësimi i dytë, lavdia e malit na përgatit për shërbimin në lugin. Shpërfytyrimi forcon dishepujt për sfidat që do të vinë. Mësimi i tretë, besimi i vërtet vepron. Edhe besimi sa një kokër sinapi ka fuqi. Mësimi i katërt, Jezusi zgjedh për ulësinë mbi të drejtat. Ai paguan taksën edhe pse është biri i Perëndisë. Bëjmë një lutje të shkurtër duke medituar rreth kapitullit të 17 të Ungjillit të Mateut. O Atë Qiellor, faleminderit që na ke zbuluar Jezusin si birin tënd të dashur. Na ndihmo ta dëgjojmë atë çdo ditë. Të besojmë edhe kur besimi ynë duket i vogël dhe të ecim me përulësi në botën ku na ke dërguar. Na forco në shërbim dhe në bindje derisa të shohim lavdinë tënde plotësisht. Lutemi në emrin e çmuar të Jezusit dhe themi amen. Amen. Haleluja, haleluja. Ky është leximi që kishim për sot. Nëse dikush ka lutje, ne do lutemi të gjithë së bashku. Edhe pastaj do ta mbyllim të live për sot. Se dikush ka lutje mund të shkruaj. Nuk ka shkruaj, presim pak. Pja e Zotit me mbrëma motër. Paqja dhe gëzimi i Zotit me ty. Nuk shohim që të ketë lutje. Lutemi për të gjithë në përgjithësi. O Zoti i fuqishëm dhe i shenjtë, faleminderit për fjalën tënde që na flet me autoritet dhe me dashuri. Faleminderit që ti na kujton se ti je Zot mbi çdo pushtet dhe se Jezusi është biri i dashur në të cilin duhet ta dëgjojmë. Na ndihmo të mos e forcojmë zemrën si faraoni për të cilën por të ecim në besim dhe bindje duke u shndërruar nga lavdia jote. Le të mbetet fjala jote e gjallë në zemrat tona edhe pasi ky live të përfundoj. Zoti ju bekov dhe ju ruajtet. Zoti e ndriçoft fytyrën e tij mbi ju dhe ju mbusht me paqe dhe me besim. Qoftë fuqia e tij që ju çliron juve nga çdo betejë dhe lavdia e Krishtit të shfaqet në jetën tuaja çdo ditë. Bekimi i Zotit qoftë mbi ju që jeni tani live dhe mbi të gjithë ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë live. Që fjala e Perëndisë t'jap fryt të bollshëm në zemrat tuaja dhe në jetën tuaj. Në emrin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë ne themi amen. Amen. Kalofshi një pasditë të bekuar në shtëpitë tuaja, paqja dhe gëzimi i Zotit ju mbushi plot e përplot, edhe një gjumë të bekuar në prezencën e Zotit. Zoti ju bekov, dëgjojmë prapë nesër për të lexuar në vazhdim nga programi i Biblës. Bekime.